I sapo kthyer nga Brukseli ku zhvilloi disa takime me Partitë Popullore Europiane dhe Parlamentin Europian, për atë të cilën e quajnë farsë elektorale të 11 majit, Berisha ka zbuluar se në vijim do të ndjekë të njëjtën strategji me të gjitha qeveritë e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Në një konferencë përshtyp, Berisha deklaroi se pasi të ndërgjegjësojnë ndërkombëtarët, do të nisë një aksion me qytetarë shqiptar për votën e lirë. Brukseli ishte dhe duhet të ishte stacioni i parë. Ato 2 ditë në Bruksel krijuan një tërmet të madh në narkoshtetin falangat e tij. Kjo do vazhdoj me të gjitha institucionet ndërkombëtare, do vazhdoj me të gjitha qeveritë e vendeve mike, do vazhdoj më pas me shqiptarët për rikthimin e votës lirë. Lideri demokrat akuzoi kryeministin Rama se dërgoi në Bruksel për të përgjuar takimet e Berishas dhe për të mbrojtur qeverinë 2 deputet socialist, Toni Gogun dhe Etienne Xhafajn, por që sipas tij, në dosjet e ndërkombëtarëve kishte edhe njerëz që nuk i dinin deputetët, siç ishte drejtuesja e Agjencisë së Zhvillimit të Territorit, Adelaida Roka, që sipas tij garanton lejet e ndërtimit për bandat. Nuk mund të mbrojnë ata aferat me Lalabarin të Edi Ramës. Nuk mbronin dot ata. Lidhi Edi Ramës me Plum Gjokën. Po kur e dini dhe Adelaiden e murdhve shiu, aty personazh nuk ishte vetëm Suedi, nuk u bëhet edhe Adelaida Rocco, e cila garanton të gjitha karteleve të drogës dhe organizatave kriminale kundër shpërblimeve shumë të mëdha për Edi Ramën lejet të ndërtimit dhe investimet e aferave. Kryedemokrati komentoi edhe progres raportin e miratuar nga Komisioni i Jashtëm në Parlamentin Evropian. Sipas Berishës, raporti nxjerr Shqipërinë dhe që tregon se përveç kriterit të gjeostrategjisë, Shqipëria nuk përmbush asnjë standard tjetër. Këta pasi u përpoqen ta shisin raportin si sukses, e pa që raporti ishte për ta dhe kaluan në injorimin total të raportit. Raporti jo që nuk thot në asnjë rrjetë të tij se Shqipëria se do mbështes antarësimin e Shqipërisë në vitin 2027, siç u gënjej ju o qytetar, lakejt e qeverisë dhe ministrat e saj, por përkundrazi shpreh e zez mbi të bardh damkos situatën në vend në Shqipëri. Në Bruksel, partia në pushtet sipas Berishës mori një plagë të pashërueshme.